6 shkurt, një frymë falëse, dhe na I fal mëkatet tona, sepse edhe ne vetë ja falim kujdo që na detyrohet. Luka 11:4. Në një shikim të shpejt, kjo kërkesë mund të tingëllojë si një shkëmbim quid pro quo, më jep të jap. A thua se falja që u japim të tjerëve na fiton disi të drejtën për t'u falur. Megjithatë, nëse I lejojmë shkrimet të flasin vetë, do të kuptojmë se e kundërta është e vërtetë. Perëndia fal vetëm të penduarit, ata që ndiejnë trishtim të perëndishëm dhe pendohen për mëkatet e tyre. Cila është një nga provat kryesore të qenët I penduar? Një frymë falëse. Me fjalë të tjera, kur e falim njëri tjetrin, ne nuk fitojmë falje. Ne tregojmë se tashmë jemi transformuar prej hirit falës të Perëndisë. Jezusi na mësoi se është e paimagjinueshme që ne të cilëve na është falur kaq shumë, të refuzojmë t'u falim borxhet të tjerëve. Mateu 18:21 deri në 35. Megjithatë, ne jemi ende të tunduar që të mbajmë mëri, të qëndrojmë të zemëruar, të falim por të mos harrojmë. Thuhet se D.L. Moody e ka krahasuar atë ide me dikë që e gropos së patën, por e lë dorezën të zbuluar. Fryma mosfalse është ndoshta vrasësi më I madh I jetës së vërtet frymërore. Nëse në zemrat tona ushqejmë në mënyrë aktive armiqësi kundër vëllezërve dhe motrave, atëherë nuk duhet të pretendojmë se po e kërkojmë Perëndinë. Ky qëndrim do ta shuaj flakën e gëzimit të krishterë dhe do ta bëj gati të pamundur të kemi dobi nga mësimet e Biblës. Prandaj, nuk është për t'u habitur që Jezusi në thelb thot: ajo që po them për frymën false është një element themelor I lutjes me besim. Kontrolloni jetën tuaj dhe shihni nëse keni të njëjtin qëndrim. Apo mban mëri ose po e përsërit në mendje të keqen që të ka bërë dikush? A ka ndonjë person të cilin nuk e ke falur? Reflekto për faljen që ke marrë dhe kërkoj Perëndisë të mësoj dhe të aftësoj të falesh. Sepse kur u afal të tjerëve mëkatet që kanë kryer kundër teje, tregon se e kupton hirin e tij dhe se je falur me të vërtetë prej tij. Si mundet falja jote të arrijë dhe të bekoj zemrën që nuk fal, që gabimet bluan dhe nuk do ta lejoj hidhërimin e vjetër të shkojë? Në dritë flakëruese, kryqi yt zbulon pak të njohurën të vërtetë. Sa të vogla borxhet që të tjerët na kanë, sa I pamaz borxhi që të kemi ty. Zot, pastro thellësitë e shpirtit ton. Mërisë son I jepi fund, pajtuar me ty dhe me çdo njeri, paqen tënde jetët tona të shpërndajnë gjithkund.